Mirëmbrëma dhe mirë se vini në këtë transmetim të drejt për drejtuar report në ekranin e ABC News. Unë jam Sali Doçi dhe së bashku do të jemi si çdo mbrëmje për të njohur me zhvillimet kryesore sa i përket konflikteve më të nxehta globale dhe situatës gjeopolitike. Lufta në lindjen e mesme është rindezur de facto dhe de jure me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilët deklaruan më herët se ky konflikt do të rifillonte pasi armëpushimi ishte shembur e nuk kishte më fuqi ligjore, të cilat mund ta mbalin atë në fuqi, për aq kosa Irani vjonte sulmet e tij ndaj anijeve në ngushticën e Hormuzit. Donald Trump, presidenti amerikan, pasi ushtria e tij ka kryer 10 sulme të suksesshme për gjatë ditëve të fundit, ka deklaruar përmes një statusi në Truth Social se ngushtica e Hormuzit do të vijojë të jetë e hapur dhe ka shtuar se nuk mund të ketë një Iran i cili do ta ndalonte diçka të tillë. Donald Trump ka deklaruar se për tek këtij fakti do të jenë trupat amerikane ato të cilët do të garantojnë sigurinë e lundrimit, ndërkohë që është rikthyer tek një prej premtimeve të tij më të vjetra, nëse do të ketë dikënd i cili do të arrijë të marrë tarifa në ngushticën e Hormuzit, ata do të jenë as më pak e as më shumë se vetëm Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Donald Trump njoftoi përmes këtij postimi në Truth Social se Washingtoni do të tarifojë 20% çdo anije që kalon ngushticën e Hormuzit, para këto të cilat do të shkojnë Amerikës për shkak të mundit që do të bëjë dhe për shkak të rrezikut që do të ndërmarrë për të lejuar një kalim të lirë në ngushticën e Hormuzit. Theksova pak më parë se Amerika ka vjuar sulmet e saj, Irani është kundërpërgjigjur me goditjen e bazave amerikane në vendet e Gjirit, ndërkohë kjo pamje e publikuar pas ditën e kësaj të hëne tregon se si Shtetet e Bashkuara të Amerikës po godasin importet iraniane. Është hera e parë që Washingtoni ka përdorur një dron detar për të kryer një sulm të tillë, i cili ka ndodhur pikërisht në një prej porteve kryesore në detin Bandar Abbas të Iranit, duke shënuar kështu edhe herën e parë që Shtetet e Bashkuara përdorin të tillë dron detar për të kryer të tilla goditje. Irani duket se është i gatshëm për një sër skenarësh për t'u hakmarrë ndaj liderëve europianë që kanë qenë aleat të kohshëm të Shteteve të Bashkuara, por edhe presidentit amerikan Donald Trump. Një gazetë iraniane ka raportuar se Teherani ka një shënjestër të qartë se kë kërkon të eliminojë për vrasjen e Ali Ayatollah Khameneit, ish liderit suprem të Iranit, duke vendosur në këtë listë jo vetëm presidentin amerikan Donald Trump, kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu apo edhe zyrtarë të tjerë amerikanë apo izraelit, por duke shkuar me këtë listë dhe duke u zgjeruar deri tek Friedrich Merz, kancelari i Gjermanisë, Emmanuel Macron, presidenti i Francës, Keir Starmer, kryeministri britanik, apo edhe tek Giorgia Meloni, kryeministri i Italisë. Lista përfshin gjithashtu sekretarin amerikan të shtetit Marco Rubio apo edhe sekretarin amerikan të luftës Pete Hegseth. Në këtë listë janë gjithashtu edhe zyrtarë të lartë të qeverisë izraelite, duke përfshirë ministrat e mbrojtjes apo edhe atë të jashtëm. Ndërkohë, zhvillimet vijojnë të lëvizin me ritme të shpejta brenda Iranit, i cili duket se me çdo kusht kërkon të gjejë tradhtarët. Mediat ndërkombëtare ka raportuar se është vendosur në arrest shtëpiak ish presidenti iranian pas dyshimeve të regjimit se ai kishte pasur kontakte të drejtë për drejta me Izraelin dhe Mossadin izraelit me qëllim kryesor që të vinte në pushtet pas vrasjes së liderit suprem të Iranit. Bëhet fjalë për Mahmoud Ahmadinejad, i cili është vendosur në arrest shtëpie nga Garda Revolucionare Islamike e Iranit, pasi sipas raportimeve ai synonte që të vinte në pushtet me ndihmën e Amerikës dhe Izraelit dhe më pas kishte një qasje më të butë ndaj Tel Avivit me synimin kryesor për të normalizuar ndoshta edhe marrëdhëniet mes dy armiqve të cilët kanë qenë armiq të përhershëm. Shkojmë në tjera informacione, flasim tashmë për Ukrainën dhe zhvillimet të cilat vijnë nga Kievi zyrtar që është kthyer në një lider ushtarak dhe në një model për vendet e Europës, duke ofruar kështu teoritë gatshme, por gjithashtu edhe skema të një fronti betejë i cili vijon të mbetet aktiv prej tashmë gati deri në 5 vite. Flasim për presidentin Ukrainës Volodymyr Zelensky, i cili ishte në Francë ditën e sotme për të takuar me koalicionin e të vullnetshmëve, ku arriti një marrëveshje me Parisin zyrtar për blerjen e 12 avionëve Rafale nga ana e Francës, por lajmi më interesant është se Europa në bashkëpunim me Ukrainën do të krijojë sisteme antibalistike, duke u bërë kështu zot të fatit të tyre, duke shmangur nevojën dhe urgjencën që kanë për ndihmë ushtarake nga ana e Shteteve të Bashkuara të Amerikës me sistemet e tyre Patriot, por gjithashtu edhe sistemet tjera të mbrojtjes aerore të cilat janë të afta për të goditur raketat balistike. Ka qenë kjo marrëveshje e arritur mes disa prej vendeve, duke përfshirë këtu Danimarkën, Francën, Gjermaninë, Italinë, Holandën, Norvegjinë, Spanjën, Suedinë dhe Mbretërinë e Bashkuar, të cilat kanë rënë dakord për këtë bashkëpunim ushtarak i cili do të vijë pikërisht edhe me Ukrainën.
Për ushtrinë e Vladimir Putin duket se këto nuk janë ditët më të mira pasi mungesa e ushtarëve të trajnuar në frontin e betejës ka sjell edhe vështirësi sa i përket përdorimit të armatimeve të ndryshme. Kjo video që do të shihni në këtë moment në ekran është bërë virale kudo në rrjetet sociale pasi tregon se si një mitraloz ka dalë nga kontrolli i ushtarëve të Vladimir Putin teksa ato po e testonin atë të vendosur në një kamion. Rusia po improvizon çdo mënyrë për të mbrojtur nga dronët e Ukrainës, ndërsa mitralozi një modeli Jak 12.7 me një dizajn rrotullues dhe me 4 tyta që përdoret zakonisht në helikopteret sulmues Mi-24 u vendos mbi një kamion për të testuar e për të provuar për të goditur dronët cilët hidhen nga ana e Ukrainës. Shihni pak të moment ku ushtari i Vladimir Putin është sjellur rrotull nga mekanizmi i këtij mitralozi, i cili siç e thash edhe pak më parë, është i dizenjuar për të përdorur në helikopteret sulmues Mi-24. Një tjetër ushtar arrin të veprojë me shpejtësi për të ulur kokën e tij për të shmangur plumbave. Nuk ka detaje sakta se kur ka ndodhur ky moment apo nëse ka pasur persona të vrarë, të lënduar, megjithatë është një dëshmi e qartë e dështimit ushtarak nga ana e Rusisë. Ishin këto disa prej zhvillimeve kryesore të ditës së sotme. Do të ndalemi mbrëmjen e sotme në program padyshim për të diskutuar çfarë po ndodh vërtet me lindjen e mesme një Donald Trump i cili po shkon drejt premtimeve ekstreme, ndërsa më parë kishte pretenduar se paqja me Iranin ishte tashmë de facto në tryezën e bisedimeve dhe se do të kishte një marrëveshje e cila do të sillte element pozitiv për mbar botën. Në pjesën e dytë të programit flasim për një Europë e cila synon të kthehet zoti fatit të saj, kësaj here jo me syt nga Amerika, por nga Ukraina dhe revolucioni teknologjik e ushtarak i saj. Të gjitha këto me njëherë vetëm pas siglës. Mbrëmjen e sotme për diskutuar me mua në program të gjitha zhvillimet kryesore dinamike ushtarake sa i përket lindjes mesme dhe një rikthim të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në luftën e lindjes mesme janë zoti Lulzim Veliu, ekspert i marrëdhënieve ndërkombëtare nga Gjermania. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Zoti Veliu, mirëmbrëma, kënaqësi të kem program. Ndërkohë në studio kam kënaqësinë që të kem profesorin e çështjeve të sigurisë, zotin Xhavi Çala. Zoti Çala, mirëmbrëma, kënaqësi të kem program. Zhvillime dinamike kur bëhet fjalë për lindjen e mesme, sulme të pandalshme nga të dy anët, fatura e cila po paguhet nga aleatët e Shteteve të Bashkuara kur flasim për një lindje të mesme, por edhe një shkatrim masiv në Iran, portet po bombardohen, dronët detar duket se po kryejnë më së miri misionin e tyre të përdorur për herë të parë nga ana e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Çfarë po ndodh? Do të rikthehemi në situatën ku ishim në 28 shkurt të këtij viti? Shko, Sali, ne kemi diskutuar edhe këtu studio që ai memorandumi i mirëkuptimit ishte një memorandum, nuk ishte një marrëveshje përfundimtare dhe ishte një memorandum mbi bazën e cilit do të fillonin bisedimet për ta detajuar. Por çfarë ndodhi? Që në takimin e parë në Gjenevë, ku mori pjesë zëvendës presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe kryetari i delegacionit iranian, në atë takim ose në fund të takimit zëvendës presidenti deklaroi që inspektorët e Agjencisë Atomike të Vjenës do të shkojnë për inspektim, pra me idenë që do fillojë menjëherë çështja e kontrollit mbi materialin bërthamor dhe për ta ekzaminuar gjendjen. Ndërkohë që në këtë rast menjëherë iranianët reaguan dhe thanë që nuk kemi biseduar gjëra të tilla, fare e mohuan. Dhe kjo duk që të dy palët tashmë kanë një memorandum, po nuk kanë një kuptim të njëjtë për secilën nga pikat e atij memorandumi. Bile Shtetet e Bashkuara mendonin që në bazë këtij memorandumi do fillonte menjëherë puna në nivel operacional, pra do merreshin me programin bërthamor, do të inspektoshin gjendjen në terren edhe do të kryeshin veprime të tjera, bile edhe me materialin bërthamor të pasuruar. Ndërkohë që në konceptin iranian kjo ishte një ky memorandum ishte një kornizë politike për bisedimet për ta detajuar pasaj në marrëveshje. Dhe kështu vazhduan, ndërkohë që për shumë Irani ngulte kam që Shtetet e Bashkuara fillimisht duhet që të heqin sanksionet, duhet të zhbllokojnë llogaritë bankare të bllokuara dhe më pas ne të vazhdojmë me çështjen e programit bërthamor. Pra, që në fillim u duk që palët kishin koncepte komplet ndryshme në mënyrën se si do operojë. Për këtë arsye, menjëherë hyrin lojë përsëri negociatorët që ishin në këtë rast nga Islamabadi dhe me mendimin për të sqaruar këto, për të dalë në një që dy palët arrinin në një kuptim. Për çdo pikë e memorandumit kishte një kuptim, mos kishte një kuptim tjetër për amerikanë, një kuptim tjetër për
për iranianët. Dhe këtu filloi momenti i pushimit, pastaj pauzës që u dha një javë, tha presidenti Trump, i dha një javë kohë që të merreshim me ceremoninë mortore të liderit suprem. Dhe çfarë ndodhet në këtë rast? Ndërkohë që vazhdon ceremonia mortore, u goditën nga garda revolucionare tre tankera të Katarit dhe këtu pastaj presidenti Trump mendon se iranianët nuk e duan vërtet paqen apo ka një përçarje të madhe në thëqin e tyre, duke përfshirë një gardë revolucionare gjithnjë më ekstremiste dhe gjithashtu edhe figura të cilat mund të kenë ende pushtetin për të bërë vendime të tilla të mundshme, të cilat sfidojnë edhe çdo marrëveshje që arrihet. Shko është e besueshme, faktikisht pala iraniane ka deklaruar jo zyrtarisht që ishte një gabim që ndodhi. Ishte një gabim që ndodhi dhe e bën një grupim, si duket i Gardës Revolucionare, që nuk është dakord me bisedimet. Dhe kjo mund si e mirëqen, po tashmë nuk mund të shkohet tashmë që sa herë ndodh diçka me parësipër një palë që nuk është dakord me palën zyrtare. Tash pala zyrtare ose do dali garant për ato që fliten dhe për marrëveshjen e për memorandim, ose do t'i zgjidhen vetë problemet brenda për brenda. Unë lidh këtë edhe me synimin sepse kjo më pas Shtetet Bashkuara fillon sulmin, ata u kundërpërgjigjen dhe ndërkohë që dulen më njëherë lajmet që kreu i Ayatollahu i ri, domethënë ka kërcënuar që do hakmerret. Nuk ka përdorur fjalën, ai nuk ka përdorur fjalën që do pritën këtë. Eliminim, por do hakmerrem. A mund të hakmerren ata? Shiko. Dhe kjo ngre dyshime, nuk është paraqitur kurrë në publik. Asnjëherë, për kryetarë shtetesh që kanë vepruar. Për të vepruar, shiko, edhe dekapitimi i leadershipit është pjesë e taktikave të luftës, nuk diskutohet, por në këtë rast Irani nuk ka interes në asnjë mënyrë që të arrijë në këtë. Unë në këndvështrimin tim e kam quajtur një deklaratë për konsum të brendshëm. Pra, lideri Ayatollahu i ri nuk mori pjesë as në varrim, e para herë nuk ka qenë asnjëherë i shfaqur publikisht, pra nuk ka bërë asnjë shfaqje publike dhe ka komunikuar me ndjekësit me mesazhe. Nga ana tjetër, pra që të le të dyshosh. Nga ana tjetër, ai nuk mori pjesë edhe në ceremoninë e varrimit të Tjatit dhe të njerëzve të Fisit, por janë gjithë elementet të gjithë këto janë elementë që tregojnë që pushteti që ka marrë, po autoriteti që i takon baza atij pushteti po gryhet. Profesor Shala, një rikthim total në luftë mendoni sipas perspektivës tuaj, sepse nuk mund të konsiderohen ndoshta tensione momentale kur flasim për një Amerikë e cila sulmon prej më shumë se një javësh dhe me një intensitet i cili prek tashmë edhe infrastrukturën e cila është kritike për Teheranin, duke përmendur këtu porte të mëdha. Shiko, unë nuk mendoj që situata do dalë jashtë kontrollit. Nuk mendoj se do dalë jashtë kontrollit. Amerikanët do ta godasin, ata do kundërpërgjigjen, po fuqia goditjes amerikane është shumë e madhe. Ndërkohë reagimi i tyre po vjen duke u zvogluar reagimi iranianëve dhe ata për shembull marrin një rast, goditen me 8 raketa, goditen edhe Jordanin, por të 8 u interceptuan dhe u azisuan. Pra, numri i goditjeve që ata japin me dronët dhe me raketa ka filluar të ulet dhe efektet që janë shumë më të vogla. Kështu që vetë iranianët do kenë interes që mos ecin në këtë rrugë, pra në rrugën e përplasjes. Dhe ata do të kërkojnë që të ulen përsëri në rrugën e bisedimeve dhe kjo është pjesë kryesore që edhe luftë, domethënë përveç luftës, pra synimit amerikan për ta diktuar në tavolinën e bisedimeve, vazhdojnë edhe njëkohësisht edhe negociatat. E qartë, Zoti Veliu, Donald Trump duket më i zemëruar se kur bëhet fjalë për Iranin. Kreu shtëpisë Bardh thotë se do të hyjë në zbatim plani i shumë përfolur prej tij, nëse do të ketë dikush që do të marrë tarifa në atë drejt Hormuzit, do të jenë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, thot Donald Trump, duke treguar kështu se Hormuzi do të vijë të jetë i hapur pavarësisht Iranit apo jo. Çfarë nuk kupton ky sinjal? Do të ketë aleat perëndimor të cilët do ta pranonin diçka të tillë dhe kush janë sfidat e sigurisë, cilat i kanosën Shteteve të Bashkuara për të mbrojtur Hormuzin nga ana e Iranit dhe milicive që ky shtet mbështet? Po në fakt një mbështetje ndërkombëtare Trumpi mori edhe në samitin e NATO-s që u bë para pak ditësh në Ankara. Në një farë mënyrë, pra vetë pas gjithë atyre kritikave që presidenti Trump ju drejtua vendeve anëtare të NATO-s për mos përmbushjen e tyre për në buxhetin e mbrojtjes, i shtyri ata që të dalin dhe thonë se të bashkë pra në luftën
Irak si të bërthamor Irak dhe Hundë Bashkuara, se Trump nuk do ta lejoj dhe pjeja që e detyron atë që të vazhdoj me luftime. Dërsa tani ka deklaruar se Hormuzi do të jetë në kontroll në Shtetet e Amerikës, për çka do të ndalë taksa për të gjitha njëjtë që do të kalojnë pra në kushticë, po 20% të tasë transportojnë pra drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës, e cila do të ndikohet kryesisht për mbrojtjen dhe vazhdimin e qarkullimit të rregullt morale në kanal. Kemi vetëm një shkputje me zotin Veliu. Profesor Shala, mirë, do të rregullojmë fillimisht problematikën në zërin e zotit Veliu. Donald Trump, siç po flisi edhe me zotin Veliu, ka treguar qartë se zemërimi i tij ka arritur në një pikë ku tashmë është i gatshëm të zbatojë planet, cilat më herët ishin diskutuar kur bëhej fjalë për këtë luftë. Kreu i shtëpisë Bardhi ishte tërhequr disa herë nga sulmet ndaj porteve iraniane, infrastrukturës civile, por edhe zotimit të tij për të qenë Amerika e vetme e cila do të mbledh tarifa nga ajo ngushtica e Hormuzit. A është Trump i detyruar që të thotë se do duhet mbledhim tarifa nga ngushtica e Hormuzit, për aq kosa do të na duhet ta mbrojmë këtë kalim detar, dhe është Trump i vendosur për ndruar kundër Iranit në këtë nisëm të tij dhe për ta mbrojtur me çdo kusht këtë ngushticë sipas jush? Ka, fjala e Trumpit apo deklarata e tij për të marrë nën kontroll dhe për ta menaxhuar. Kjo është vetëm marrja në kontroll, por edhe menaxhimi i ngushticës së Hormuzit. Duhet pa në këndvështrimin ushtarak, në këndvështrimin politik dhe në këndvështrimin juridik. Në këndvështrimin ushtarak është një problem i vështirë, po gjithsesi Shtetet Bashkuara të Amerikës me kapacitetet që kanë dhe me dobësimin e vazhdueshëm që i kanë bërë Iranit mund të arrijnë që të garantojnë lirinë e lundrimit dhe do të eskortojnë për një kohë sa tjetë nevojshme të gjithë karvanet e anijeve që do të lëvizin nëpërmjet ngushticës e Hormuzit. Nga ana politike pastaj do ketë reagime që të marrin nën kontroll edhe të kërkojnë tarifa, sepse këtu është gjithë opinioni botror është ngritur kundër tarifave që kërkonte Irani dhe nuk mund të kërkojnë tarifa Shtetet Bashkuara të Amerikës. Këtu në bazë të drejtës ndërkombëtare duhet parë me kujdes. E para, ajo është një ngushtica e Hormuzit është një ngushticë e lirë për lundrim, pra nuk mund të privatizohet në tojza nga askush, është ngushticë e lirë për lundrim, por në bazë të drejtës ndërkombëtare mund të vijnë tarifa për shërbimet që ofrohen. Mund të jenë shërbime për eskortim, pra mund të jenë shërbime të ndryshme që ofrohen dhe këto kanë tarifa, por nuk mund pranohet që të jetë një taksë amerikane. Pra, të Shtetet Bashkuara vendosin taks jo për shërbimet që ofrojnë, po për mbrojtjen që japin. Kjo do haj shumë diskutime pastaj, sepse mund krijohet një koalicion tjetër që ofron këtë shërbim. Pra, presidenti Trump unë mendoj që e ka bërë... Pra ti mendoj që Trump do të sfidojë ndoshta edhe nga aleatët e tij për këtë vendim? Nuk mendoj, sepse, shiko, do të jetë një angazhim i madh i Amerikës dhe do të përqendrojë shumë forca dhe mjet aty, ndërkohë që Shtetet Bashkuara duhen të largojnë një minutë më parë domethënë të largojnë forcën e tepërt, sepse duhen të dislokojnë diku tjetër atje ku ata kanë interes në zonën e Indo-Paqësorit. Pra, në këndvështrimin tim mund të jetë edhe një deklaratë nga ato që bën Trumpi për të ushtuar trusnime të mëdha. Rruga më përshtatshme në këndvështrimin tim, kur nëse do vi puna pasaj, do ta menaxhoj Irani apo Shtetet Bashkuara, gjithmonë është më mirë që edhe do ta menaxhoj Shtetet Bashkuara të Amerikës, sepse ata janë garantët e lundrimit kudo në botë, domethënë si do të ditë Amerika në një ngushticë e cila është 164 kilometra e gjatë që të arrinte të vendoste fuqinë e saj për të ndalur Iranin që të sulmonte anije tregtare, dhe mbi gjitha pyetja që ngrihet është përse ka interes Amerika të bëjë diçka të tillë përveç se dëmet ekonomik ndaj Iranit, kur në fakt ngushtica e Hormuzit nuk është e përdorur nga amerikanët për tregtinë e tyre, dhe flasim për një precedent i cili thotë se interesi kombëtar është i pari. Po, ideja është tashmë që Shtetet Bashkuara marrin përgjegjësinë që u hynë në konflikt dhe u shkaktuan gjithë këto probleme në ekonominë botërore. Dhe ndjej një farë përgjegjësie Shtetet Bashkuara të vetë presidenti Trump, dhe ai pranej përpiqet që të gjejë një zgjidhje, dhe një nga këto zgjidhje ai mendon se është edhe kjo. Domethënë që Shtetet Bashkuara të Amerikës të garantojnë lirinë e lundrimit
lundrimit. Pra, të arrin të garantojnë, sepse nëse ata do të largohen, kush do ta bëjë? Do garantojë Irani. Irani pastaj kërkon, ka deklaruar që Ngushtica nuk do kthehet më siç ka qenë në gjendje më përpashme, pra nuk do jetë me lundrim i lirë, por do jetë në bazë të tarifave. E qartë, kthehemi sërish me zotin Veliu. Zoti Veliu, po sqarojnë në fakt rëndësinë e kësaj ngushtice, por gjithashtu edhe ndikimin që mund të kishin aleatët e tjerë. Njëjta pyetje për ju edhe si për zotin Shala. Çfarë interesi ka Amerika që të garantojë një siguri lundrimi në ngushticën e Hormuzit, pavarësisht rëndësisë së saj tregtare, në një kohë kur në fakt Amerika nuk ka benefite nga kjo ngushticë, kur bëhet fjalë për aspektin tregtar global, por mbi të gjitha për një administratë e cila thotë se interesi kombëtar qëndron mbi çdo interes dhe duhet jetë Amerika e parë dhe duhet shohim pra pikërisht interesin ton. Çfarë rendimi është ky Trump sipas jush? Amerika e para, presidenti Trump e ka thënë qysh në marrën në fillim të mandatit të tij, dhe një gjë ne e dim, nuk është se ka ndryshuar ndonjë gjë, ndërsa sa i përket ngushticës së Hormuzit, unë jam mëse i bindur se është interes amerikan që ajo ngushticë të jetë e lirë edhe për vendet e tjera, se edhe në qoftë se vetë Shtetet e Bashkuara nuk kanë ndonjë interes apo nuk kanë ndonjë mbarësi nga kalimi i gjithati malli që kalon në ngushticën e Hormuzit, janë shumë vende aleate, janë të gjitha vendet europiane, të cilat ne dim shumë mirë se kishin probleme të mëhershme me ndaljen e gazit dhe energjisë, kryesisht që vinte nga Rusia, dhe në qoftë se do mbylli kjo dhe do të ishte e pamundur kalimi i kësaj, do të shkaktonte problematika të mëdha në vendet partnerët e Shtetit Bashkuar të Amerikës, në vendet anëtare të NATO-s, të cilat janë kryesisht europiane. Pra, është interes i tyre që të vazhdoj që aty të qarkulloj, por edhe të ketë kontrolli Shtetit e Bashkuar të Amerikës, pra e cila edhe kërkon që çdo gjë që do të kaloj aty duhet edhe të paguhet. Pra, do të ketë edhe përfitimet e saj atë drejt për drejta, përfitimet që për to është mëse qartë se Trump nuk ka shkuar për përfitimet të tilla apo Shtetet e Bashkuara të Amerikës, mirë po në raste të tilla shfrytëzohen edhe gjëra të tilla në mënyrë që ngushtica të jetë e lirë, të ketë qarkullim, mos ketë ankesa nga vendet aleate. Ne dim shumë mirë se në fillim të marsit, në fund të shkurtë fillimin e marsit, çmimi i derivateve në Evropë është rritur për një herë me 30%. Nuk është edhe sot nuk është shumë më mirë. Pra, ne të gjithë e dim sa paguhet çmimi i tyre sot në të gjitha vendet. Dhe nëse një gjë e tillë do të ndodhte që sërish të jetë e mbyllur, atëherë do të kishim problematika të mëdha, pasi që kohë më parë është diskutuar edhe kufizimi i shumë fluturimeve. Kufizim fluturimeve, rritje e çmimeve të ushqimeve drejt paktën 2030, janë të disa prej analizave kryesore. Zoti Veliu, një tjetër pyetje për ju. Mendoni se ky është një përshkallëzim i momentit apo një rikthim i Amerikës në luftë kundër Iranit? Jo, unë mendoj se është një rikthim i Shtetet Bashkuara në luftë me Iranin, dhe unë mendoj se tani nuk do të ketë më kthim brapa. Dhe mendoj se Shtetet e Bashkuara të Amerikës duhet ta përfundojnë misionin e tyre në mënyrë që Irani një të ardhmë të afërt do të shkojnë në tavolinë dhe do të pranojë të gjitha kërkesat e Shtetit e Bashkuara të Amerikës, pra kur bëhet fjalë për çështjen e pasurimit të uraniumit dhe gjithçka rreth saj, atëherë mund të diskutohet edhe për arritjen e një marrëveshje në mes të ne e pamë në të kaluarën, pra pas bisedimeve që u bën, kishte kontraditore, pra deklarata kontraditore si nga Shtetet e Bashkuara ashtu edhe nga Irani. Të gjithë pra e deklaronin atë që ju duhej atyre dhe që ju konvenon në më shumë, ndërsa pjesën tjetër nuk dëshironin të merrenin me të. Pra, Irani kishte në interesin e tij që të lirohen llogaritë bankare, të largohen sanksionet, ndërsa në anën tjetër Shtetet e Bashkuara gjithmonë kishin fjalë kryesore pasurimin e uraniumit. E qartë, mirë. Në këtë mënyrë mendoj se ky është pra rikthim në luftë dhe do të vazhdojë deri në arritjen e synimeve të tyre për mbylljen, për përfundimin e kësaj lufte që është duke ndodhur tani në Iran.
Do të mbetet për të parë çfarë ndodh me Iranin, ka dinamika të rëndësishme të cilët kanë dhënë efektin e tyre edhe në ekonomi me arritjen e çmimit të naftës në tregjet ndërkombëtare, ku sot pati një rritje të menjëhershme me mbi 3% dhe kalimin në $80 për fuqi. Ne do të kthehemi në pjesën e dytë për diskutuar të tjera dinamika të rëndësishme, kur flasim për një Ukrainë e cila duket se po tregohet tashmë e gatshme që të jetë një model për një Europë më të fortë dhe ku Brukseli, padyshim, por edhe aleatet perëndimor do të përfitojnë nga e gjitha eksperienca që Kievi ka marrë në luftën kundër Rusisë për gjatë 4 viteve të kësaj betejë, e cila ka qenë më e përgjakshmja që prej luftës së dytë botërore. Të gjitha këto me njëherë vetëm pas siglës. Koalicioni të vullnetshmëve u mblodh ditën e sotme në Francë, në kryeqytetin në Paris, pra në kryeqytetin e Francës, për diskutuar të gjitha vendimet dhe veprimet e rëndësishme që do të ndërmarrin për gjatë muajve në vijim, sa i përket mbrojtjes së Ukrainës. Sipas të gjitha raportimeve deri më tashmë, ka pasur një marrëveshje të rëndësishme ushtarake me Francën, e cila do të shes 12 avion Rafale ndaj Kievit, e nga ana tjetër Ukraina do të jetë udhëheqja e një projekti së bashku me Danimarkën, Francën, Gjermaninë, Italinë, Holandën, Norvegjinë, Spanjën, Suedinë dhe Mbretërinë e Bashkuar për të ndërtuar sisteme dhe raketa cilat mund të rrëzojnë, raketat balistike, cilat mund të hidhen nga aktorët të cilët janë armiqësor ndaj perëndimit e Europës. Nevoja jetike lindi menjëherë me situatën në cilët po përballej Ukraina, e cila vjon vazhdimisht që të ketë sulme brutale nga ana e Rusisë, cilat vrasin me dhjetra civil çdo ditë për shkak se duket se arma më e fortë që ka mbetur tashmë në duart e Vladimir Putin nuk janë më dronët, por raketat të tilla të cilat nuk mund të interceptohen, pasi edhe Ukraina ka humbur të gjitha kapacitetet e Patriot që kishte, sa i përket raketave, dhe duhen sigurisht më shumë njësi prodhuese të cilat mund të përdorin këto raketa për të rrëzuar raketat e Vladimir Putin. Mirë, mbrëmjen e sotme në pjesë të dytë programit do të ndalemi pikërisht te kjo veçori e cila duket sikur po sjell gjithnjë e më shumë, një konfirmim të drejtë për drejtë se Europa kërkon të bëhet zot i fatit të saj. Sa e vështirë është ndërtohet një sistem që mund të rrëzojë raketat balistike, pra një sistem antibalistik. Profesor Shala, një teori e thënë dhe diçka që do të mbetet në letër, apo një mision cilin Europa mund ta kryejë me sukses, dhe çfarë kushte do të krijonte diçka e tillë, do të kërkonte më saktë, do të ketë një kohë gjatë studimi ushtarak, do të ketë një kohë të gjatë prodhimi, siç ndodh me Shtetet e Bashkuara dhe Izraelin, të cilët kanë sistemet më të sofistikuara sa i përket këtyre raketave. Pra, çfarë mund të bëjë Europa që ta përshpejtojë procesin dhe të jetë në kohë për të ndihmuar jo vetëm Ukrainën, por ndoshta përballë rrezikut edhe vetveten? Shko, kjo që thoni ju lidhet plotësisht me 3-4 nga vendimet që mori NATO-ja në summitin e Ankaras. E para, u përcaktua një buxhet për 70 miliard eurosh ndihmë për vitin 2026 për Ukrainën, dhe e njëjta shumë është përcaktuar edhe për vitin 2027. Një pikë tjetër e rëndësishme është caktuar një buxhet për 50 miliard eurosh për vendet e NATO-s për prokurim për armatim. Nga ana tjetër është përcaktuar një pikë tjetër e rëndësishme, ishte ajo NATO 3.0, pra që Europa do marrë detyrimet e veta dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk do të largohen nga NATO, por që ata do merren edhe ata me interesin e tyre strategjik atje ku kanë në zonën indo-paqësorit. Pra, kjo që thoni ju është lidhet me këto 3 vendime të rëndësishme të NATO-s. Takimi sotëm ishte një lajm shumë interesant, domethënë ai deklarimi i Zelenskit që për një projekt, do të thotë se kanë një projekt të hartuar për fillimin e punës për prodhimin e interceptor të raketave dhe të interceptorëve kundër balistik, pra antibalistik. Kjo ka një rëndësi të jashtëzakonshme. Pse ka rëndësi të jashtëzakonshme? Sepse një nga përsi strategjike që kanë në betejë dhe që godet shumë në thellësi Putini dhe Rusia është pikërisht mundësia tyre për të goditur me raketa balistike, me raketa që nuk që interceptohen, por duan interceptues të veçantë që ishin raketë Patriot, të cilat kushtojnë shumë dhe që ka një mangësi të madhe, ka shumë pak tashmë, ose janë me pikatorë ato që jepen nga Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe nga shtetet e tjera. Nga ana tjetër, kjo nëse do të realizohet, kjo është një deklaratë që unë mendoj që është marrë shumë seriozisht, disa shkryu edhe një koalicion që ka shprehur interes për këtë projekt. Pra,
Dhe nga ana tjetër kjo do të bëjë që Ukraina duke prodhuar të tillë, pra dhe nëse do vazhdojë të jetë përsëri në luftë, sepse mund të arrijë që kur të prodhohen këto të ketë përfunduar edhe lufta. Pra kjo është edhe një mjet presioni për Rusinë. Pra mund ta se u tha edhe licenca për Patriot, por sa kohë do duhet për të dhënë licencë për Patriot? Këto janë mesazhe që jepen edhe për ta bindur Putinin që të ulet në tavolinën e bisedimeve. Pra kjo do ta bëjë pasaj që Ukraina të mbrojnë më shumë pozicionet strategjike të saj, që Ukraina të ketë mundësi, domethënë edhe të mbrojë fabrikat dhe uzinat e prodhimit të armëve që mund t'i ndërtojë. Pra kjo në një farë mënyrë jep një epërsinë të jashtëzakonshme, pra ose një rritje të nivelit të reagimit dhe të sulmeve të Ukrainës. Pra kjo është mjaft e rëndësishme edhe për Europën. Pse është mjaft e rëndësishme Europa? Europa edhe në bazë të vendimeve të samitit të fundit do të marrë vetë përgjegjësitë, pra edhe shpenzimet, por edhe përgjegjësitë për mbrojtjen. A mund të arrihet kjo për njerë? Kjo normalisht nuk mund të arrihet për njerë, sepse është një sistem që kërkon kohë, kërkon disa vite kohë, por disa kjo deklaruar edhe varësës në farë niveli kanë qenë përgatitjet për të arritur këtë. Dhe kjo do të kërkoj pak kohë, por nga ana tjetër do kërkoj edhe investim, do kërkoj për këtë arsye presidenti i Ukrainës kërkon që lider në këtë projekt tjetë Ukraina që ka përvojën në dorë, siç duket ka dhe projektin, në mënyrë që edhe të bashkëpunojmë me ndërmarrjet ushtarake në kuadrin evropian. Pra, po forcohet gjithmonë më tepër ai bashkëpunimi, edhe duke mos qenë antar i NATO-s, pra të bashkëpunojmë me vendet anëtare të NATO-s në prokurime të përbashkëta dhe në prodhimin e armatimit. Në këtë mënyrë edhe Ukraina realizon qëllimin e saj, por edhe Europa futet gjithmonë më shpejt në atë për t'i dalë zot mbrojtjes dhe gjitha për të pasur një ringjallje ushtarake, prodhimit dhe industrisë. Pikërisht, edhe kjo është shumë e rëndësishme për momentin, por janë edhe mesazhe për presidentin Putin. Janë mesazhe për gjithë, edhe për sulmet që ka dhënë Shtetet e Bashkuara kanë interes që të largohen sa më shpejt. Padyshim. Se kanë interesa tjera gjeostrategjike. Dhe goditjet e fundit të Ukrainës që mbrenda një jave arrit të shkatërrojë plotësisht të gjithë flotën detare të detit Azov, është një goditje e madhe për Rusinë, domethënë, sepse ajo flotë në detin Azov nga 120 që ka anije që bëhet fjalë aty, 90 janë goditur, kanë dalë jashtë funksionit, është godit një rafineri, ndërkohë që kjo është zona që është lidhur edhe me transportin pra nga deti Azov në detin e Zi dhe pastaj anijet tregtare. E qartë, profesor. Ndërkohë, zoti Veliu, mesazhe të rëndësishme, thot profesor Shala, jo vetëm për Europën, por gjithashtu edhe sa i përket Vladimir Putin, një fuqizim i perëndimit për të prodhuar sisteme të raketave balistike, pra pikërisht të sistemeve të cilat mund të rrëzojnë raketat balistike të Rusisë, cilat duket se mund të jenë në çdo moment të disponueshme dhe tashmë të prodhuara nga perëndimi, ndonse nuk ka detaje fikse kur do të prodhohen këto raketa. Përtej një mesazh i drejtuar Vladimir Putin, a është ky një mesazh ndoshta edhe për përplasjet e vazhdueshme me administratën Trump dhe atë amerikane, se tashmë mund të kemi kapacitetet për të qenë ne lider ushtarak sa i përket mbrojtjes tonë? Po, unë mendoj se një gjë mirë ndoshta me politikat e Trumpit që tani është duke ndodhur në Europë është se evropianët kanë filluar që më në fund të mendojnë për veten e tyre dhe për mbrojtjen e territorit të tyre. Pasi ne të gjithë jemi dëshmitar të asaj që kemi parë deri më tani, se evropianët kanë jetuar dhe kanë zhvilluar jetën e tyre normale, gjithmonë duke u mbështetur në mbrojtjen që ka ardhur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Mirë, po ja që presidenti Trump është ai që i lëvizi pak këto pozicione dhe tani më përveç detyrimit për të kaluar në 5% të produktit për investime në mbrojtje në kuadër të NATO-s, kërkon nga ata që të pavarësohen se përndryshe Shtetet e Bashkuara kanë interesa të tjera dhe një ditë edhe mund të largohen tërësisht nga Europa dhe nga vendet evropiane, dhe kjo me padyshim i bën
i detyron evropianët që të mendojnë për gjëra të tilla, biles unë mendoj që evropianët për një gjë të tillë është dashur të mendojnë shumë më herët, jo vetëm për realizimin e projekteve të tilla, për ndërtimin e sistemeve mbrojtëse antiraketore apo antiballistike, por është dashur të mendohet edhe ndoshta edhe për krijimin e një force ushtarake europiane, e cila do të mirrej më tepër për çështjen e sigurisë të paktën Bashkimit Evropian. Është një përvojë e mirë e Ukrainës për një luftë pas një lufte të gjatë që është duke bërë tani 4 vite me Rusinë, dhe unë mendoj se ata do ta nëse do të jenë mjete të mjaftueshme për realizimin e këtyre projekteve, ata do ta realizojnë në mënyrë më të mirë të mundshme, duke u bazuar në përvojën e tyre, por edhe në mbështetjen që sot morën edhe nga vendet e tjera dhe pjesë e atij projekti pra do të jenë vendet kryesore evropiane, po themi kryesore për nga fuqia politike, por edhe ushtarake, dhe në një farë forme, nëse nuk do të kemi ndonjë shpërthim të ri, apo nuk do të kemi ndonjë konflikt që do të i kalojë Ukrainën, mendoj se Evropa për një periudhë 3-4 vjeçare do të jetë e zoja të mbrojë veten edhe nga Rusia, por edhe nga faktorë të tjerë. Një gjë nuk duhet harrojmë, se për momentin Rusia ka problematika të brendshme. Në Rusi pra kemi problematika edhe në furnizime me derivate. Kemi problematika edhe me ushtar, pra kemi informacione se të rinjët Rus kapen edhe me rrugë me detyrohen që t'i bashkohen ushtrisë, dhe kemi shumë të papërvojë, siç u pa rasti edhe atij Mitralezi në fillim të emisionit, pra që ikun nga dora dhe ato ka pas mundësi që të ketë edhe viktima, për një gjë të tillë nuk kemi informacione të plota, pra dhe unë mendoj se duke u parë të gjithë këta faktorë të tanishëm, ndoshta që do të detyrojnë presidentin Putin që ti ofrohet tavolinës së bisedimeve për të arritur deri te një marrëveshje me Ukrainën dhe ndaljen e kësaj lufte të tmerrshme tash e 4 vite. Përndryshe, ky sistem duhet me patjetër të zhvillohet si projekt, të ndërtohet dhe Evropa të ketë edhe mbrojtjen e saj antiballistike. E qartë, Zotë Veliu, profesor Shala, ishte kënaqësi të kisha mbrëmjen e sotme në program. Kemi mbërritur kështu në fund të War Report edhe për mbrëmjen e sotme abcnews.al është padyshim adresa ku informohen në kohë reale për të gjitha zhvillimet e fundit nga vendi, rajoni e bota, si dhe mund të na dëgjoni në çdo kohë në Radio ABC 105 FM. Faleminderit për vëmendjen tuaj, bashkë natën e mirë.